Thënie nga shkrimtari I mirënjohur shqiptar Faik Konica. Pjesa e dytë. Citojmë. Mund të jesh njëri vulgar, por të thuash disa gjëra të arsyeshme. Më mirë të jesh një I egër e I ndershëm, sesa një I qytetëruar dhe I pandershëm. Të gjitha vendet dhe popujt kanë tradhtarët e tyre të ndyrë. Lëvdata shpesh e ka brenda paramendimin apo paragjykimin. Pakorrigjueshmëria e një alkooliku është simptoma më njohur e një çrregullimi mendor. Ka shpesh personazhe, vlerat të cilëve zmadhuan nga larg, shfaqet më vogël tek e shihet nga afër. Nuk mund të gjykohet për tokën para se ta mbjellësh. Domethënë, toka e mirë njihet kur hedh fare mbi të. Shumë brushkulla edhe u falen politikanë, por pa kaluar kufit. Sa më shumë të mbajnë fjalime parlamentare, aq më I paktë është zotimi. Historia nuk është veç se një rifillim I përjetshëm. Historia në mëson se gjithë ndryshimet politike kanë pasur për herë këta dy faktorë, emigrantët dhe një elitë të vogël intelektuale brenda vendit. E sa ja vlen të vazhdosh një diskutim të rëndomtë përpara një qëndrimi kokëfortë. Është krim të trazosh lumturinë e budallajt. Kush jeton me fjalë dhe përkundet me ninuva fjalësh, s'ka pse ankohet e të na lëshoj britmat e veta të zakonta prej palloj. Popujt e Ballkanit janë të gjithë me mentalitet të kufizuar. Urrëtia partijake shpesh merr përparësi ndaj instinktit kombëtar. Për të gjykuar mirë njëri që ka pjesë në histori, duhet ta gjykojmë jo mbas mendimeve të kohës së sotme, por mbas kohës kur ai jetoi. Koha kur rrojmë është koha e reklamës, dhe nuk duhet të çuditni kur shohim mediokritetet e vendit ton të hidhen përpara, duke mos bërë vend përveç për shok në shkallë caktuar mendore të tyre. Njerëzit e paditur në shumicë rrojnë më shumë se të diturit, sepse këtyre u punon natë ditë mendja e ashtu prishet më shpejt organizmi.